Çka me ba njerëzve që të dojnë për interes, thirr kur kanë nevojë, për qef kur nuk thirr. S'ki çka mi u ba, ata kanë botën e vetë, ti e ke botën tane. Çka do që ke ba mirë për hir të Allahut, mos i bjerë kur pishman. Edhe nëse ata njerëz nuk e kanë meritu që ti me ju ndihmu, absolut mos gabon me i ra pishman për të mirat që e ke ba. Ama në momentin që merr vesh se ajo është njeri interesgji, njeri që këshyr me përfitu prej teje, në këtë rast duhesh me u distancu dal nga dal, dhe mi thonë vetës ka dalë se, elhamdulillah të ke fundit ka herë që njerëzit dalin shesh të vërtetat e tyre, sepse ndodhë që nëse nuk do ta merrje vesh, ndoshta do të shkrinheshe për të deri në vdekje. Ta njetën kish me shfrytzu, elhamdulillah që e ke marrë vesh që do për interes. Çka e ke bon të kalumën, e ke bo për i Zotit Zotit, mos i bjerë pishman. Mos i bjerë, aje ka përgjithsin që të ka keq përdorë, ose është mundu me të keq përdorë. Te ki se vapin që e ke bo për i Zotit Zotit, Allah i ka me të këthy në dunja dhe në ahiret. Ama në momentin që bindësh që tjetër është të dash për interes, largohu prej ti. Mja prej forma më të leta, është momentin që ti kini nevoj, kush për ta kthen shpinën, kush për gjindet ngat, kështu i lehtë i dallon dashamirët e tu.